Njerëz internet sa YouTube sa, por sidomos që jeni shikues të A një Report, siç e kuptuat dhe nga pamjes, un jam me Kjeda Budinin. Pamjet që ndoqët i përkasin videoklipit të saj më të ri dhe më të fundit që në fakt akoma nuk ka dalë. Po, akoma s'ka dalë. Është duke u punuar akoma dhe ne mezi po presim. Tash ti mezi po pres. Po, kurse ata që janë duke punuar, që ishin djemë shumë të mirë. Po, Erkandi, Rifati, e tjerë që janë. Edhe xhirimin e kryer gjitha atje. Të më thoje pak për këtë studion dhe ngelur e kënaqur, sepse unë ngela shumë e kënaqur nga pamjet, ishin shumë të predispozuar, misolla. Dua të them që djemt ishin shumë të sjellshëm. Kjo është primarja me klientin. Neve klipi është akoma duke u punuar, po sigurisht që kam ngelur tepër e kënaqur deri tani. Dëgjoj, po veshja ishte shumë sensuale, edhe seksuale. Faleminderit. Jo, kjo s'ishte që ti më thuash faleminderit, ishte që ti më thuash nga u frymëzove dhe si erdhi kjo gjë. Për veshjet është kujdesur në fakt e Nada Nikola. Okay. Edhe mendova që të kujdesej një stiliste për veshjet e mia, pasi nuk mund ta jepja unë gjithë mendimin se çfarë duhet të vishen, bla bla bla. Mirë, po shumë mirë, të kishte studiuar mirë, të mbrapsmet e tua ishin shumë të bukura. Prandaj është munduar. Po pse s'më thua faleminderit? Të më thuash faleminderit. Jo, vërtet që është kujdesur shumë edhe Nada Nikola. Edhe unë ngela shumë e kënaqur me veshjet. Ti doje kaq shumë provokative Kjeda? Veshje? Jo, ideja ishte sepse kënga në fakt flet titullohet Flirt. Edhe flet për një flirt. Për flirt, po. Asaj vajzës dhe atë djalit. Edhe ideja ishte që unë dilja sa më sensuale dhe sa më seksi, ta them kështu nëse duhet thënë. Gjersa po flisje për një flirt, po. E Po, kuptoj. edhe normalisht kështu duhet të dilja. Kush e bëri këngën? Ishte thjesht një rol. Këngët e tua. Po, këngën e ka bërë vllai, Albi Budini. Edhe gjithmonë ai bën këngët e tua. Po bashkëpunoj me ato tani, kohët e fundit. Gjithmonë me Po vllajin. kita, po nuk mendon që ndoshta gjithmonë një dorë unë e kuptoj që e ke vlla dhe është një çika ndjesia. Po tregu është jashtë, por është i egër. E kuptoj, po nuk unë akoma nuk e kam konsumuar vllajin mirë. Nuk kam konsumuar akoma me studion time, si thuash. Ka kohë sa të shkoj në Ke bërë deri tani me vllajin? Nuk është se jam bërë shumë, sepse dhe unë nuk është se po jetoj këtu edhe nuk e kam pasur as kohën që të vi dhe të punoj më shpesh. Jam një 3-4, jemi në punë sipër, po sigurisht që do kem bashkëpunime edhe me studio tjera, do kemi bashkë, nuk diskutohet. Okej, edhe ku jeton që nuk je këtu? Aktualisht po jetoj në Vjenë. Jeton në Vjenë, a? Po ç'ne studion aty çfarë bën? Në fakt po përgatitem tani për të studiuar në tetorin e ardhshëm. Edhe po shikoj. Sa u bë që jeton atje? Gati një vit. Po jeton vetëm apo me prindrit atje? Jo, jetoj vetëm. Të vështirë është? E përballueshme është Vjena është dhe shtrenjtë. E kuptoj. Mirë, ti nuk preferon në përgjithësi që të këndosh kështu live ose gjërat e natyrës? Sigurisht, unë kam punuar, u bë goxha kohë gjatë. Mendon të kthehesh për të marrë këtu me këngët, nuk e kuptova. Them ti vazhdoj të bëj një kosizh, unë ndaj shkollën edhe nuk mund ta lë karrierën. Ikën dhe vjen, ikën dhe vjen në Austri shpesh apo? Po, goxha shpesh. Jam gjithkohë një muaj andej, 10 ditë këtej, një muaj andej, 10 ditë këtej. Mirë, po mos e thënë se ka shlartë se ne shqiptarët vdesin pas referencioni kujt jeti lekët ajo që bret kaq shumë. Kaq duam ne. Mirë, më thej që këngën e ka përgatitur, e ka realizuar vllai, pra Albi Budini dhe gjithashtu ke shkuar në Kosovë. Herë tjetër i ke punuar me bashkëpunëtor shqiptar apo jo? Për videoklipe. Kam punuar edhe në Kosovë. Kam punuar edhe në Shqipëri. Edhe në Maqedoni, se po mendohesh. Po të mendoj. Kam punuar me disa kompani, duhet të them. Shiko, i sa ti klip është kjo gjithsej? Të rritin në Mëroj, kjo mund t'jeti 7.
ke 7 videoklipe gjithsej. Sa mendon se është e vështirë të qash në tregun shqiptar këta? Ma ke bërë një pyetje shumë e spejt, sepse nuk është se ka në një përgjigje që duhet japësh një përgjigje të saktë, si të them. Varet se si, në cili këmbështrim është edhe pak me fat, edhe për mua ka qenë deri diku e vështirë, po mendoj që po të punosh, asnjë gjë nuk është e vështirë. Po pse pra, ku ke hasur më shumë vështirësi? Këtu në Shqipëri. Këtu në Shqipëri se në Vjenë nuk e bërë videoklipet. Jo, po them duke qenë se të gjithë thonë që në Shqipëri muzika që nuk ka rregulla, edhe e bëjnë pazarin vetë muzikantëve. Pikërisht kjo do ta bëjmë më të thjeshtë këtë gjë apo jo? Jo, këtu është këngëtar kushdo. Jo, pikërisht kjo është akoma më e vështirë sepse duke qenë se nuk ka rregulla, kompanitë apo kompozitorët gjithmonë i shkelin rregullat me këngëtarët, edhe ndodhin probleme, ndodhin keqkuptime, nëse që ti i di shumë mirë këto. Tash unë po të pyet ty, gjeta po pyes ty, ndoshta nuk e di as mirë. Dua të kuptoj si është në konditat e një këngëtari kjo gjë, sepse unë mund ta di, por në fundit nuk është fusha jetës time muzika, kështu që mendoj që nuk ka asgjë të thjeshtë. Gjithçka në çdo aspekt që ti mund punosh është e vështirë, mendoj. Nuk është vetëm aspekti muzikës, mendoj. Ti ke dedikuar gjithë jetën tënde muzikës, apo jo? Po. Sa vite ke studion? Mund të them që e vogël kam që këndoj. Që e vogël që po këndoj, po. Po pra, kur ke filluar, çfarë ke ndjekur, liceun? Po, kam ndjekur liceun. Sa vjeç ke qenë? Që fëmijë, 6 vjeç që kur ke filluar, apo mbas klasës 5? Kam filluar kanto në vitin e parë të shkollës mesme, në lice. Okej. Kam qenë për flaut, dhe është histori e ngatruar. Po shumë mirë, më shpjegosh, ha? Që kur kam qenë, që vajta në klasën e 3, dua të them, u futa për flaut, më pas e pash ajo nuk ishte ajo që doja të bëja dhe më pas instrumenti. Sa të desh? Derisa të vija në klasën e 7, 13 vjeç. Pastaj vajta në vitin e parë në gjimnaz, që lejoj të futeshe në kanto. Edhe vazhdova kanto në lice, më pas mbarova licen, konkurrova në akademi, u futa në akademi. Tani po mendoj që të tërhiqem edhe ta vazhdoj në Vjenë. Po pra tani në Vjenë shkollë muzike po ndjek? Po. Për çfarë? Musical. Për musical? Nuk është tamam klasike. Po, e di që nuk është klasike. Po duhet të jetë e bukur apo jo? Mendon që të ndihmon kjo edhe do më pëlqente jashtë mase. Pse? Sepse musical është ndërthur kërcen, aktron, këndon. Dhe duke qenë se nuk është se kam pasur edhe shumë pasion, unë kam studiuar klasike dhe nuk ka qenë ajo që doja të bëja klasike. Edhe këtu në Shqipëri nuk e kanë shumë atë kulturën që të heci ka shumë klasike dhe është e bukur tepër, është dhe shumë më e vështirë se sa muzika moderne. Po do ta provoj njërë me musical. Mirë, dhe shumë mirë është, megjithatë nuk ka musical në Shqipëri kjeda. E di që nuk ka, po ka teatr. Nuk ka shkollë musical, po ka teatr. Jo, këtë e të kuptova, unë se përsëri të dyre, po të gjova dhe herën e parë, por teatr ka dhe në Shqipëri, dhe me thënë ti mund ndjekësh shkollën këtu për jonë, si shkanë bërë këngëtare të tjera, Elvana Gjata më vjen mendje tani, po ti pse ke për këtë zgjedhje? Po ka qenë shumë e rastishme në fakt sepse nuk ka qenë plani im që unë të studioj ndej, po duke qenë se unë punoja ndej, kisha edhe shoqëri edhe më pëlqeu. Po çfarë punë bëja atje? Nisi vajtja jote në Austri me live. A do të thënë edhe atje funksionon si në këto vende si Zvicra ose Gjermania që ti Po, është akoma më mirë madje. Pse paguash më shumë? Shqiptarë ka shumë në Austri? Janë pagesat më të mira dhe sistemi është ndryshe. Shumë vajza në Shqipëri këndojnë edhe kanë kurajon që të bëjnë performanca, le të themi, ju të egra, po një qik shu të zhveshura, do thosha. Tani për një mentalitet si Shqipëria, nuk e kanë pak të vështirë këto vajzat se nuk do gjejnë burr shumë. Dhe kjo vlen për ty tani se nuk e kanë për këngëtarët e tjerë, se nuk mund të jetë sa me to. Unë nuk e kuptoj pse e thon gjithmonë këtë për një mentalitet si Shqipëria. Shqipëria ka ecur shumë nga mentaliteti. Fakti që çdo ditë po dalin kështu. Gjithë bota po dalin.
dihet tani që për videoklipe duhet edhe pak të shesësh bukurinë edhe ka ikur ajo koha atëherë si e ka çetelës që rrjen mikrofon skenë dhe vërtisi gjithkohë. Duhet shihet pak edhe imazhi, mendoj. Pak duhet shihet edhe imazhi. Duhet shihet Megjithatë, kur e ke edhe zërin e talentin. Ska probleme, shisni edhe shumë ju këngëtarët imazhin dhe nuk ka asnjë problem. Pastaj ç'është kjo ide do gjësh burr? Pse ata meshku që këndojnë i bishë s'do gjejnë grua? Është mentalitet i gabuar. Jo, Nuk po më se pëlqen thena, që është- mendojnë kështu që një këngëtare s'do gjej burr. Pse s'do gjej burr? Ndoshta s'do ketë në një mashkull mjaftueshëm për ta përballuar do të thuash sepse ato janë pak të lëvizshme apo si ta shpjegoj. Këngëtarët janë të lëvizshme. Kështu thon. Po e pra shiko, ti sapo gjykove bëre një gjykim me këndën, se janë të lëvizura. Janë shumë të hapura, duhet të në mentalitet, nuk do thotë që janë të këqija, absolutisht jo. Por megjithatë, një burr klasik, tipik shqiptar është një nga ata që të donte një grua që t'ishte shumë e zonja në punët e shtëpisë, jo e zonja për të dalë me zhartierë që jeti tek Unë i videoklipit bëj edhe që punë kemi të shtëpisë, edhe gatuaj, i bëj të gjitha. Kështu që në shtëpi jam sa po e një mirë je, stoj. bën edhe këto dhe ato, domethënë edhe këto dhe ato tjera. E po nuk do të na thuash mua, do t'ja thuash gjithë atyre që po të ndjekin. Burrat dashur. Më kujtoni se këngëtarët vetëm nxjerrin kofshën me zhartier, ato edhe din të gatuajnë, edhe din të falin dashuri, edhe të jenë të mira e bla bla bla. Bla bla bla. Mirë, po ti ke të dashur vetëm, domethënë si është ndërtuar ideja jote tani? Është një ato pyetje klasike, kjo ke dashur që unë se bëj kurrë me thënë drejtën, Po, po pra, me që dolëm te kjo tema. Tash po pyes mirë si është ndërtuar do jeta doja tjetër shumë duke të qenë se kisha- lëviz dhe midis Austrisë, Vienës edhe Tiranës, kështu që Do doja shumë të kisha një të dashur, po nuk kam kohë të merrem me këto gjëra për momentin. nuk e ka. Dgjoj, është një përgjigje kjo se pyetja ime që a ke dashur që është një pyetje shumë klasike dhe përgjigjja jote nuk kam kohë për momentin se jam angazhuar. Po pse ka kohë dashuria ose marrëdhënia? Jo, nuk është puna se ka kohë. Një gjë që ndodh, ti mund të jesh duke shkuar atje në musical dhe të del njeriu jetës, e kupton, nuk Po mirë, ne po flasim për tani, flasim për të ardhmen. Të ardhmen nuk e di se çfarë Dhe do e njëjta gjë që unë të marr si shembull në të ardhmen, të marr si shembull dhe në të shkuarën, që ti një njohje mund ndodhi kudo dhe në çfarë do forme. Sigurisht, unë nuk e them që nuk do ndodhi, po them për momentin nuk kam të dashur sepse jam gjithkohë në lëvizje dhe kush është ai që të donë largësi. Në avion, po pse ka dhe lidhje në distanca të duash? Në avion mund të njohësh një njeri shumë edhe që ta bën zemra bam. Nuk jam në kërkim tani. Shumë e prerë që në këtë kjo pjesë. Mirë, kështu je dhe në karrierë? Paga shumë. Një natyrë e prerë, e dua këtë, e dua kështu, e dua tani, ha? Po. E dua tani e kam pasur që vogël. Okej, sa shpenzime ka realizimi një videoklipi në Shqipëri dhe aq më tepër që ti ke bërë dhe në Kosovë edhe në Maqedoni. Çmimet gjithmonë variojnë nga ajo që kërkon. Sa do t'i shpenzosh, çfarë do të bësh, dihet nëse merr dhe stilisten dhe parukierin e mirë, dhe zgjedh dhe kompaninë e dos. Varet se çfarë zgjedh ti, çdo gjë varet nga këngëtari se çfarë kërkon. Mirë, ti ke Nuk zgjedhur është një se stiliste janë shumë të shumë mirë, të siç është Nata Nikolla me një emër të madh. Që këtu ke bërë një shpenzim, kam përshtypjen. Plus, pastaj që s'po quajmë këngën se ta ka bërë yt vlla dhe le të themi që se ke paguar fare për shembull, ë? Por videoklipi duhet ketë kushtuar dhe ai. Sa kushtojnë zakonisht videoklipet? Ose ku variojnë çmim? Mund ma thuash këtë? Po, mund ta them variojnë nga në ditët e sotme, se kanë qenë edhe më lirë që e di unë. Tani variojnë diku nga 2500 e larg. Nuk bëhet fjalë që të ketë më poshtë. 2500 euro e sipër. E kuptova. Se te 2500 e lartë edhe nuk u kuptua 2500 euro. Po, Se videoklipet paguhen gjithmonë me euro, si në Shqipëri, si në Ne jemi Kosovë. këtu dhe paguajmë me euro, e kupton ti? Kështu që mirë. Dgjoj, mirë po unë të pyeta ato që mendova, po s'më fole vetëm çik për prodhimin tënd më të fundit muzika. Kënga e fundit titullohet Flirt. Këngën, siç e thash dhe pak më përpara, e ka bërë Albi Vllai. Dhe harova të tregoja që tekstin e ka shkruar Endrit Mumajesi.
Për çfarë flet? Se ti the që është një flirt aty brenda apo çfarë thot teksti pak a shumë? Ka më shumë teksti, ka më shumë lëra fjalësh. Ati djali ti duket vetja shumë seksi, shumë i bukur, po në fakt ajo vajza nuk është si ato të gjitha që i ven aty nga mbrapa. I thot prit se jeti po jam edhe unë këtu, diçka e tillë. Ai ka fjalë, ka stil fort, prandaj ti aty me atë veshje, jo, është një femër e fortë ajo që bën ta ngërlik. Po, bëhet fjalë për një mashkull të fortë dhe seksi, dhe gjithashtu dhe femra është. E ke edhe një mashkull në videoklip, unë arrita të shquajnë që këtë një moment në makinë që... Po, është pjesë e videoklipit. Se më keni dhënë shumë pak material, duke qenë se videoklipi akoma nuk ka dalë. Edhe kështu që duhet të ruani pak me 2-3 surprizat vogla. Që ta ljenin pak si surprizë. Ishte vështirë të xhiroje sa kohë hangë xhirimet. Kemi xhiruar 2 ditë dhe ka qenë shumë e vështirë sepse atë ditë në Prishtinë edhe nuk e di pse ndodh mua gjithmonë sa herë që bëj xhirim, koha është merr, është edhe shumë ftohtë, edhe mbie gjithmonë që xhiroj jashtë me gjëra të shkurtra. Edhe ka qenë një pjesë që kemi xhiruar me atë djalin brenda në makinë edhe jashtë, po ashtu dhe frynte një herë e tmerrshme dhe nuk e di, domethënë e dridheshin, ka qenë një ftohtë i tmerrshëm, sidomos te ka pjesa me zhartierët që ishte ditën e nesërme, edhe ajo ka qenë shumë ftohtë në hije, nuk të binte dielli fare. Këto kanë qenë pjesët më të vështira që ne si kam xhiruar. Po nga gjithë videoklipet nëse do t'i numëroje se paske 7 copë videoklipe. Nga cili nga ato mban mend momente më të vështira gjatë xhirimit? Këtë do shquaje më shumë si më të vështirën? Do doja të veçoja klipin që kam bërë me Stinen, Kjeda Show, dhe i ka qenë nga më të vështirët për mua, sepse kam pasur pak më shumë skena kërcimi aty dhe është dashur që të kërceja si për një tavolinë, duke hapur gjunjt edhe gjunjt që fërkoheshin tërkohën te qelçi me ujë aty dhe të nesërmen kam qenë nuk mundesha fare të heqja. I kam pasur gjunjt e nxirr copë. Vetë kishe copë e qek. Mirë, bashkëpunim tjetër përveç me Nestin, me kë ke bërë? Kam pasur edhe një bashkëpunim tjetër me Aurit Gjinin. Ai është gjithashtu producent. Ka qenë diku para 2 vjetësh. Edhe ka kënduar ai në këngë? Po, ka qenë bashkë. Ka qenë këngëtar, domethënë ka realizuar këngën dhe njëkohësisht edhe e keni. Po, këngën e bëri Auriti. Jeta, unë mbaj mend se ne kemi shumë kohë që njihemi, që ku ke realizuar ndoshta ka qenë videoklipi i parë, po nuk e mbaj mend. Ti ke qenë shumë intencionuar dhe kishe vështirësi sepse normalisht ishte në fillimet e tua të interpretoje brenda një videoklipi dhe patë bërë një kurs më duket me Tan Bramon, që është këngëtar. Tek cili klip? Tash nuk më kujtohet se cili klip, më kujtohet që ka ndodhur diçka më parë dhe ti shkoje dhe bëje kurse me Tan Bramon për arsye të drejtë. Jo, ka qenë videoklipi Zemrën e ke bosh, që kënga e Florin Majesi. Edhe ishte, si të thuash, jo klipi i parë i dyti, po që unë s'isha mësuar me kamerën edhe me zi lëvizje, kam pas probleme dhe tani po, sa mirë që e mban mend. Më kujtohet që ka marrë Tan Bramon që më ka mësuar se lëvizje. Desha të dilja këtu, që është e vështirë të interpretosh. Sigurisht që unë nuk do ta bëja atë me atë shkopin siç je ti, kështu që rrotullohesh, kthen praktikisht vithet. Sigurisht do ta bëj, pse jo? Ja, po mirë. Do një lloj përgatitje apo ja? Do sigurisht. Po të praktikosh. Po pra ti ke punuar për këtë, sepse më bëri përshtypje edhe që ke zgjedhur musicalin, që është të ndihmon në të gjitha këto. Po pikërisht. Te klipi i fundit jam praktikuar me Graciano Taganin. Ai e ka bërë koreografinë e këngës, edhe pse nuk është se kemi shfaqur shumë skena nga kërcimit e videoklipit, por që ato që janë ngelen dhe të gjitha janë është koreografia e Graciano Taganit. Me kuptoj. Kemi punuar bashkë. Faleminderit shumë, ishte një kënaqësi. Kaq kishim, mirupafshim.